Sigurimi vullnetar I pensionit po shihet gjithnjë më shumë si një mundësi për të vetpunësuarit dhe të punësuarit në bujqësi, të cilët synojnë të sigurojnë të ardhmen e tyre financiare. Specialistët e Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore në Korçë bëjnë të ditur se interesi për këtë skem ka ardhur në rritje. Jo vetëm personat e siguruar të cilët kërkojnë të plotësojnë deri në plotësimin e periudhës minimale të vjedesisë në punë, që është 15 vjet, por tashmë kemi filluar që edhe personat e siguruar të cilët kanë më shumë se sa 15 vjet, për shkak edhe të ndryshimeve të fundit, kërkojnë të sigurohen nga skema e sigurimit të vullnetar dhe nga skema e sigurimit si të vetpunësuar në bujqësi, për të bërë të mundur edhe plotësimin e vjedesisë në punë të plotë, 39 vjet në vitin 2026 dhe kjo do të vazhdojë edhe më pas për të përfituar jo vetëm në një masë fillestare të pensionit më të lartë, por edhe për shkak të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 828 të vitit 2025 që për pensionet e plota kemi një kompensim apo një shtesë mbi masën e pensionit në masën 1800 lekë për vitin e parë dhe kështu do të vazhdojë më pas. Sipas ashimit, sigurimi vullnetar është veçanërisht I rëndësishëm për personat e vetpunësuar dhe ata që ushtrojnë aktivitet në bujqësi, të cilët mund të zgjedhin të paguajnë kontribute për të mos krijuar boshllëqe në vitet e sigurimit dhe për të rritur masën e pensionit që do të përfitojnë në moshën e tretë. Nga 1 janar I vitit 2026 për shkak të rritjes së pagës minimale 50.000 lekë, masa e kontributit është 21.6% të pagës minimale. Në momentin që kemi një pagë minimale më të lartë, kemi edhe një masë kontributit të shtuar, ndërsa në skemën e sigurimit si të vetpunësuar në bujqësi, kushtet kur janë falur kamatvonesat, kemi të njëjtën vlerë për çdo vit që kërkohet të mbulohet. Nga 1 tetor I vitit 93 është 88.400 në zonat fushore, ku përfshihen rrethet Korçë, Pogradec dhe Devot, dhe 29.400 që përfshihet vetëm rrethi I Ersekës. Prej janarit e deri tani, sigurimin vullnetar e kanë paguar 123 persona, ndërsa sigurimin si të vetpunësuar në bujqësi 560 persona.